Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të zhvillojë sot një takim dhe darkë me presidentin francez Emmanuel Macron e Paris. Vučić ta mbrëm se shpreson që pas kësaj të ketë lajme që do t'i japin shpresë qytetarëve, siç ai mund të përballojnë dimrin e ardhshëm me siguri dhe në paqe. Përndryshe, presidenti Aleksandar Vučić dhe Emmanuel Macron janë takuar me 30 qershor të vitit 2025 në Sevilla dhe më parë Vučić vizitoi Parisin më 9 prill të vitit 2025, ku Macron shtoi një drekë pune për të në pallatin Elysee. Grupi punuesi i Konventës Kombëtare për Bashkimin Evropian të kapitullit 35 dhe Institutit për Zhvillim Ekonomik Territorial po organizojnë konferencën vjetore drejt një marrëveshje kushtuar të ardhmes së dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës. Duke folur në panelin e parë të konferencës, koordinatori i grupit punues për kapitullin 35, Dragisha Mijačić, vlerësoi se duhet të mendojmë për qasje të reja, ndërsa ambasadorja norvegjeze në Serbi, Kristin Melson, deklaroi se komuniteti serb duhet të ndihet i mbrojtur dhe theksoi se problemi është fakti që Kosova ende nuk e ka formuar asociacionin e komunave serbe. Peter Due nga Danimarka është kreu i ri i UNMIK-ut në Kosovë. Në këtë pozicion ai pason Karolin Zjadën nga Libani, të cilën sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres e falenderoi për përpjekjet e saj të përkushtuar për të promovuar paqen dhe stabilitetin në Kosovë dhe për menaxhimin efikas të misionit. Peter Due është një diplomat me 30 vjet përvojë punë të gjatë punës së tij në Kombet e Bashkuara. Ai është gjithashtu zyrtar i çështjeve politike të UNMIK-ut në Prishtinë. Përveç detyrave të tij në Kombet e Bashkuara, Due shërbeu edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Danimarkës. Zëvendës kryeministri me mandatin teknik dhe kryenegociatori i Kosovës në dialogun me Beogradin, Besnik Bislimi, në një letër për përfaqësuesin special të Bashkisë Evropiane për dialog, Peter Sorensen, informoi se Serbia po bllokon fondet e Kosovës të destinuar për luginën e Preshevës. Në një postim në Facebook, Bislimi deklaroi se hera e tretë radhazi pas një bazë ligjore Serbia bllokoi paratë e dërguara nga qeveria e Kosovës të destinuara për blerjen e teksteve shkollore për fëmijët shqiptar, si dhe paratë e destinuara për subvencione për fermerët. Memli Krasniqi, i cili dha dorëheqje nga posti i kryetarës së Partisë Demokratike të Kosovës, tha se kurrë nuk e kishte menduar se do të kishte një rrugë të tillë politike dhe shtoi se arsyeja dorëheqjes së tij nuk ishte lodhja apo zhgënjimi dhe se kishte menduar për këtë për më parë se një vit. Siç tha ai, beson se kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës duhet të jetë njeriu që është kandidat të kësaj partie për kryeministër të Kosovës dhe ai është Bedri Hamza. Krasniqi tha gjithashtu sot se pret që zgjedhjet e reja në Kosovë të mbahen me 21 ose 28 dhjetor. Bazuar në deklaratat e përfaqësuesve të partive opozitare, mundësia që zgjidhet një qeveri e re e kryesuar nga Glau Konjufca është pothuajse e pamundur, sipas analistit politik Artan Alia, i cili vlerëson se zgjedhjet lokale nuk e ndihmuan as pak Konjufcën. Lidhur me dorëheqjen e kreut të Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, Alia i tha se ka një numër të madh njerëzish që duan që Bedri Hamza të jetë në krye të partisë. Në të njëjtin rast, analistët vlerësojnë se tani është e pamundur që Partia Demokratike të mbështesë qeverinë e udhëhequr nga Glau Konjufca. Avokati Tom Gashi thotë se tërheqja e Memli Krasniqit i lejon partisë të vendosë ndryshe nga qëndrimi që kishte deri me tani për votimin e kandidatit për kryeministër nga vetvendosja. Gazetari Naim Sadiku deklaroi se dorëheqja e Memli Krasniqit e shpëtoi atë parti nga humbja e madhe e trupit votues. Ish aktivisti i lëvizjes vetvendosjes Selatin Ratkoceri vlerësoi se procedurat kundër ministres Rozeta Hajdari dhe 3 personave të tjerë duhet të përfshin
Edhe kryeministin me mandat teknik Albin Kurti, Ratkoceri beson se gjithë vendimet në lidhje me rezervat shtetërore janë marrë nga Kurti dhe se ai ka shmangur dëshminë në Prokurorinë Speciale pikërisht sepse do të kishte përfunduar si i dyshuar. Avokati Skender Musa kujton se Kurti mund të ndalohet për të dëshmuar dhe madje se gjyqtari mund të urdhërojë që ai të mbahet në paraburgim deri në 6 muaj. Moti nesër në Serbi do të jetë i pandryshuar, i ftohtë dhe me mjegull në mëngjes, ndonjëherë me ngricat e lehta gjatë ditës me diell dhe shumë i ngrohtë për këtë kohë të vitit. Temperatura mëngjesi do të sillet nga -2 deri në 6, kurse ajo maksimale ditore nga 16 deri në 22 gradë Celsius.